Lloj dhe homeostazën e kalciumit, para që të kemi një funksion të kalciumit më të mirë, është neuromodulator dhe ka përqendrime të larta në miokard, ose brenda muskulit më jetik të zemrës, si quhet miokardiumi, i cili është muskul i rëndësishëm që kontrakton pjesën e ventrikujve ose barkusheve, por dhe atriumit, të cilat janë dhomat e zemrës. Përse quhet magnez acetil taurat? Sepse është i bashkuar me një aminoacid jo të zakonshëm që formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës, quhet taurina. Taurina, sikurse dhe do të flasim pak për këtë ndërtim, domethënë për këtë formim, për magnezin acetil taurat, që ka më shumë benefite dhe vlera për sistemin kardiovaskular dhe për pjesën e zemrës, sepse ndryn direkt tek fiziologjia ose tek kardiofiziologjia e zemrës. Taurina është një aminoacid i cili nuk është i zakonshëm. Pra, ky aminoacid ndonë se si aminoacidet e tjera që përbëhen nga grupi aminik dhe nga grupi karboksilik, taurina ose acidi taurik zakonisht përbëhet nga grupi aminik dhe nga pjesa e grupit sulfonik. Pra nuk merr pjesë në ndërtimin e proteinave dhe nuk është aminoacid proteinogenik, por është një molekul e cila quhet aminosulfonat, përbëhet nga grupi aminik dhe nga grupi sulfonik. Dhe zakonisht përdoret për të stabilizuar rrjetin elektrik, për të ndihmuar rrjetin elektrik, përdoret si neuromodulator për qëndrime të larta. Taurina ka dhe tek qelizat e sistemit imun, tek neutrofilet, tek monocitet, tek granulocitet, por dhe për qëndrime në qelizat e zemrës, kryesisht tek miokardi dhe tek kardiomiocitet. Atëherë këtu kemi taurina është një aminoacid që luan rol kyç në funksionin e qelizave të zemrës dhe në por dhe tek pjesa e qelizave në tru, tek neuronet, si neuromodulator. Njëkohësisht nga ana tjetër, është se mbron qelizat e zemrës nga stresi oksidativ, ndihmon dhe në presionin e gjakut, ndihmon tek pjesa e funksionit mitokondrial. Nga ana tjetër, taurina, si që tham pak më parë, ishte edhe me pjesën e grupit acetil. Domethënë grupi çfarë është pjesa e grupit acetil? Grupet acetil mund të konvertohen dhe në disa lëndë të tjera në acetil koenzimën A. Që acetil koenzima A ishte thelbësore sepse është një molekul e cila përbëhet nga 2 atome karboni, bashkohet me oksalacetikun me 4 atome karboni dhe në pas atom tutje formojnë izocitratin, citratin, kështu alfa-ketoglutaratin që jepet në fund dhe ATP-ja ose adenozin trifosfati, pra acetil koenzima A, e cila formohet nga dekarboksilimi ose nga oksidimi i piruvatit, hyn në pjesën e ciklit të Krebsit ku kondensohet me oksalacetikun. Dhe magnezi acetil taurat është një lloj tjetër i magnezit që sot po shikohet për një funksion më të mirë të qelizave në zemër, pra për të balancuar dhe me ushqimin e duhur, me gjumin e duhur, me aktivitetin fizik, ritmin elektrik të zemrës. Patjetër, nuk zëvendëson trajtimin mjekësor që jepet nga personeli mjekësor, por ndihmon që zemra të ketë një ritëm elektrik më të mirë dhe tani ndihmon dhe pjesën, sepse jemi në stinën e verës, temperaturat janë më të larta, patjetër që edhe qelizat e zemrës janë shumë të ndjeshme përkundrejt oksigjenit, përkundrejt ujit, pra jetik, sepse ne ujin e dim sikur ne vetëm hidratohemi, por në fakt uji është shumë i rëndësishëm sepse transporton dhe oksigjen në inde. Uji zakonisht është elementi kryesor dhe jep hidrogen. Hidrogeni zakonisht është shumë jetik për funksionin e stomakut, e kemi thënë, për acidin kloridrik ose për të bërë të mundur denatyrimin e strukturës proteinike ose denatyrimin e strukturës së polipeptideve. Ndërkohësisht nga ana tjetër, hidrogeni përdoret dhe nga shumë koenzima të ndryshme, nikotinamid adenidinukleotid fosfati formës oksiduar dhe nikotinamid adenidinukleotid fosfati ose nikotinamid adenidinukleotidi formës oksiduar, që është NAD dhe NADP-ja. Folëm pak më parë që ishte i rëndësishëm dhe për këto çrregullimet elektrike, aritmit, fibrilacionet, një aritmi e cila mund të shkaktohet nga stomaku, nga refluksi, një takikardi e cila mund të jetë si pasojë një hernie hiatale, si pasojë një pagjumësie, ankthi kronik, dhe magnezi në formën e acetil tauratit përdoret edhe për ritmin elektrik në zemër, për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar, po jo se zvendëson trajtimin efikas klinik që jepet nga personeli shëndetësor. Po themi që këto janë prova të
të cilat janë në studim e sipër, siç është magnezi glicinat që ka studim të plot shkencor, magnezi malat për formën e energjisë, magnezi citrat siç është për një defekim më të mirë, ashtu sot po shikohen dhe studimet shkencore në lidhje me magnezin taurat, që taurina është një aminoacid jo i zakonshëm, por më shumë t'i futet edhe tek pjesa e aminoacideve aminosulfonike, sepse përbëhet nga grupi aminik dhe nga grupi aminosulfonik ose nga grupi sulfonik. Dhe ushqimet tani në stinën e verës që ne duhet t'i konsumojmë me magnez ne i kemi përmendur shumë herë. Që pothuajse frutat dhe perimet duhet t'jenë domosdoshmërisht të stinës dhe duhet t'jenë gjithnjë në tryezën tonë. Tani në stina e verës ka shumë fruta cilat janë dhe me një përqindje shumë të lartë të ujit, që mund t'jenë deri tek ajsit, nektarinat, bostani, piepri, që këto ka nivele shumë të larta të ujit. Dhe duhet të bëjmë kujdes nga ato ushqime të cilat janë me herbicide, me pesticide, ndonse nuk janë në dorën tonë, por ne mund të bëjmë pak atë larjen me ujë dhe me sodë buke, me ujë, me uthull molle, që të paktën të bëjmë të mundur dhe uljen e përqindjes së kontaminimit me herbicidet që ato kanë. Por, nëse janë ushqime të tokës dhe nëse ne dim burimin e tyre, patjetër që nuk duhet i neglizhojmë. Pothuajse arroret, pothuajse legumet, thjerëzat, pothuajse fasulet, pothuajse bizelet, mashurkat, bishtajat, bamjet. Bamjet janë ushqim shumë i shëndetshëm për zemrën. Bamjet, mucilazhit që kanë, janë shumë i rëndësishëm dhe për pjesën e kontraktimit të zemrës, sepse përmbajnë dhe ujë. Bamjet nga ana tjetër, sikurse për peristaltikën, për motilitetin, për qelizat e mëlçi, janë të vlefshme dhe për qelizat në zemër. Ushqimet cilat janë të pasura me omega 3 ose me alfa-linolenik, omega 3 bimore, që mund të jenë pothuajse farat e kungullit, janë të rëndësishme, arat, bajamet, arat mund të bëhen në smooth. Pra mund të përdoren me qumshtin e bajames, mund të përdoret me unë e kokosit, pothuajse hidratimi që ne përmendëm pak më parë, që është jetik, konsumimi ujit në mënyrë të vazhdueshme, konsumimi boronicave, konsumimi manave, konsumimi manaferave. Boronicat janë shumë të rëndësishme tani, sepse ka nivele shumë të larta të cianidinave, të pelargonidinave, konsumimi ushqimeve të cilat kanë elagitanina, acid galik, acid elagjik, patjetër banania që ofron kalium, thjerëzat, bishtajat, fasulet, të cilat kanë përsëri kalium, kanë B6 piridoksaminën ose piridoksat 5-fosfatin, thjerëzat, legumet, por nuk duhet të harrojmë edhe perimet e stinës që janë të rëndësishme, pra nuk duhet të harrojmë borzilokun, nuk duhet të harrojmë nga ana tjetër majdanosin, nuk duhet të harrojmë erëzat që ne mund të jedhim sallatës, rozmarinën, nuk duhet të harrojmë pjesën e rigonit, nuk duhet të harrojmë trumzën, që dhe këto janë të rëndësishme, shafranin e indiz. Pra ushqim sa më shumë i larmishëm. Magnezi acetil taurat, taurina ndodhet te produktet ushqimore shtazore dhe formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës. Pra burimet e taurinës ndonse janë produktet shtazore, mishi viçit, mishi qingjit, mishi pulës. Ajo patjetër që duhet marrë nga ushqimet shtazore dhe ndaj është dhe dieta mesdhetare, që është një dietë ose një formë e ushqimit që ka brenda dhe acidet yndyrore, yndyrnat e shëndetshme, ku armiku i zemrës nuk është vaji i ullirit, nuk janë yndyrnat e shëndetshme. Armiku i zemrës dhe i mëlçisë janë sheqernat e procesuara, ushqimet e procesuara, stresi, pagjumësia, sikurse dhe alkooli. Yndyrna e shëndetshme është jetike për zemrën, sepse është një proces i cili quhet beta-oksidimi i acideve yndyrore ose trupat ketonik. E kemi folur këtë çështje, ku dhe nga pjesa e butiratit formohet hidroksibutiril koenzima A, që ne kemi trajtuar këtë, ose nga pjesa e acidit laktik, që formohet piruvati formon acetil koenzimën A, acetil koenzima acetoacetilin, hidroksibutirilin dhe butiratin. Pra nga laktati, që është acid laktik, formohet dhe në fund butirati, që është acid yndyror me zinxhir të shkurtër. Prandaj magnezi taurat sot po shikohet për presionin e gjakut, për një ritëm më të mirë të zemrës, po shikohet që po mbështet qelizat në zemër, ndonse provat po themi janë akoma të kufizuara. Përsëri ne mund të kemi atë përshtypjen se magnezi mund të jetë shumë i vlefshëm. Nga ana tjetër, konsiderohet si taurina vet konsiderohet si një molekulë e rëndësishme për fiziologjinë nervore.